Gjatë këtyre 48 orëve vendosën ndërprerjes së ONCën me arsëtimin se nevojitet marrëveshje. Aja kanë ftuar DDK-n me u taku, me u konsultu edhe për me u arrit një konsensus. Deri në këto momente, unë nuk kam ndonjë informacion ana ka ndërgu ftesë të veçantë LDK-s. Ajo ishte një ftesë generalizuar prej foltorës, e cila s'thot asgjë ose thot shumë, domethënë varësisht çysh lexohet, por ftesë të veçantë nuk kemi pas. Tash po lexoj që ka pas një ftesë nga zoti Dehari për të gjitha partitë politike, por nuk e dia ka shku përfaqësuesi ynë në takim, tash do ta kuptoj shpejt. A ka ndonjë emër që LDK-ja kishte votuar? Një herë jo, ne du të shohim cilat janë emrat, cilat janë propozimet, pastaj të marrim një qëndrim për ato propozime. Ne kemi thonë marrëveshje politike nuk kemi aktualisht, nuk japim vot blanko, sepse i takon partisë të mëdha politike me propozu dhe pastaj edhe me bo shumicën në kuvend. Pra, kida që ka orë këtu për Parisit me punu, jo për çka keni orë? Edhe na kemi orë me punu të gjithë, po jo për Parisit, po prej Prishtinës këtu ku kemi qenë dhe do të vazhdojmë me punu. Kjo është arsyeja pse do të jemi gjithmonë në vendin tonë aty dhe me përgjegjësi do të votojmë, qoftë për apo kundër, varësisht prej temave.